me Zotin s'vojna më shty. Po dona hatër sajna me akceptu. Po jetës nuk i dihet. Kur, edhe s'deshte me kujt. Për vite me radhë ishte ndër personazhet më viral dhe më të komentuar online. Armonda u rrit mes kritikave dhe përkrajes, duke u kthyer në një influencere me qindra mijëra ndjekës. Por prej kohësh gjithçka sikur u ndal. Ajo u tërhoq nga vëmendja e publikut, kaloi në heshtje momente mjaft të vështira dhe sot është gati të tregoj arsyet e vërteta të kësaj shkëputjeje. Një periudhë teje sfiduese për të cilën më në fund vendos të flas hapur. Faktikisht puna tek siç kum kallëzova dhe privat që punoj shumë kat edhe ja nisi tek ka ndodhur do raste ja nisi një farë pritese se mendoj që edhe pse thom s'kum pas kohë faktikisht kisha mujt më gjetë kohën, po çaq mu dokë se shumë që nëse kisha vazhduar veç isha konë të më thonë pash në nivel që nuk isha mujt ma me funksionu. Edhe në kohët e fundit veç e bëjshe hajt, adin hajt jam aktiv, po më ka vyqe pauzë, për që ata po më ndona më rikëthy fuqishëm, edhe e kom vendos që prej qëshorit me dhanë 100% punës rrjetet sociale, për ata e kom zgjedhë dhe juve, me bo këtë intervist, për ata faleminderit shumë që guxoj me bo me juve intervistën edhe rikthimin tem. Por gjatë kësaj kohe, për te vështirësive, pat edhe një sukses të madh personal. Transformimi i saj fizik është me të vërtetë i dukshëm, me plot 90 kg minus. I bën gati minus 90 kg. Jo, qëre, me ra pesh, normal, derisa të stabilizohesh me majt ushqimin, normal që bjen. Po ta na vjen një farë pike që okej, mirë është. Po ta shti, qysh është me majt. Se nuk do me thonë, sonë edhe unë i hanë ushqime tradicionale që kena si përshamë piten, edhe keni pa garantë që unë edhe gatu shpesh, mirë po unë edhe flamuri me distancu, për shkak se me rujt pak shëndetin, edhe për të arsye, nuk, jo, në ha dhe amelzime, për dhe, amo shka e kom dalu repsish është pjetë e gazone. Janë që 3 vite që nuk i pi ka i herë një Golden Eagle që atë se s'moj me thonë që kishës për pi, amo shumë interesant kur pilik e njëri, s'po të pihen, ka kollë më sidomos që 3 vjetë se pi, ose Fanta, këtu përgjithsi pjetë e gazone. Po, munona dhe është sa ma shumë e pi uj me limon, unë pijet, se kështu ujen përgjithsi nuk e pi. Amo, mirë, ja kom dalë, nuk të ka njëherë edhe unë ishtoj do, adin kur nuk runa, ja 3 katekida, ama qysh ishtaj apet i hupi. Cili është sekreti? Për këto që don me përjetu një transformim pesh, cilat janë ashta gabime që s'bën mi bo, ose mësime që i ke marrë ti? Mësimi për me dhanë se cilët është ma mirë me hangër shpesh, e ka pak, sa me hangër 2 herë ditës, një herë ditës, me thonë vetës, po ha vetëm salata. Jo. Dhe me thonë, ti mund është me hinë kalori deficit, ama ajo e manë veç një periudhë shkurt. Po për me majtë gjatë, që amë që është në caba, unë s'po thamë se unë edhe unë që unë më 4:30 faktikisht, edhe në 5 nisi punës, mirë po 9 e ha një kifle, një kafe, në drejk, munona, gjys pjate salat, diçka përime, mesh, adim përime në zeta, ose orez, e përzi, nuk e kam për ditë njëjtë. Tana në mazdite, në kanë orën 4, ha një banane, ose në i frut, në aksham sup. That's it. Po përse ke pa këtë rindin që bozën piko, mangjaro, këto injekcionet,
për postyne që po e bojnë lukthin, ka shku menja me provu diçka për tyre, Jo. ke provu? Jo, edhe nuk e preferoj. Nuk e preferoj se nuk është e shëndetshme. Se për një arsye jam bo që ato. Nuk jam bo për me ra pesh. E di që nuk është lehtë. Edhe e di që ata që më këshyre menojnë për kjo veç për fol, jo, nuk është veç për fol se e di se shka është me ra pesh. E kum shku këtë rrugtim. Edhe në fillim nuk e vren, mas 3-4 muaj e vren. Ti vetën nuk mundesh me vren, ti e vren tesha edhe njerëzit që të thojnë. Se ti në muajin e parë nëse hek 5 kilot, si thojmë na që kur tosh detit, ti m'ja hek një gotë, ti për muaj me vrej. Pa ja do të më hek ka gjatë gota që me vrej vetën. Që edhe sot e kam atë problem ka njerë kur të këshë vetën pasqyre thëm, ja be, halo ko këshna e shnosh. Nuk, as sot nuk e shoh që me thonë që përqen vetën. Unë e veç që avrin tesha ka i herë, që lunë pak numri, ama jo se më thot i kosh ko ke ndryshu, thëm jo beqaj njeri jam. Ama më faktikisht, pesha ndikon edhe pak psiqik, ndikon edhe prezencën tonde. Rrjetet sociale shpesh tregojnë vetëm atë që duam ne. Pas buzëqeshjeve dhe udhëtimeve të Armondës, fshihen plot 6 përpjekje të pasuksesshme për të fituar epitetin e nënës. Në fillim nuk e kom vrej vetën se veç kom funksionu. Do më thonë, jam unu, unë ashtu kështu jam një tip që nuk kom qef me kallëzu emocione, edhe vrehet, që jam një tip, edhe shumica menojnë që unë jam njeri shumë i ftoftë, jo nuk jam njeri i ftoftë, po jam rrit në atë frym që emocionet edhe rastet që ndodhin mi moj privat. Edhe në qoftë se nuk isha dal me kallëzu që hej, për momenti nuk jam ka muj, për dasha mirë të me, edhe ajo shumë keq, se këta japin kohë për mua. Edhe unë do na me dhonë kohë për ta. Po abortet, sidomos abortet që kanë ndodhë, normal që nuk jam as e para as e fundit, po zakonisht na gjithmonë i mojna më sheft, po kom desh që me kallëzu që hej, për qëtë arsye, edhe e kom vrej që nuk mëj ma. Jo vetëm unë, po edhe flamuri e ka vrej që hej, stop. Se ishke puna që puno të shtëpia, në punë, social media, mu po krejt shumë. Edhe për qëto raste që ndodhen, po tashti na mujna me bo çka dojna. Apet sa përket për puna aborteve, Zoti e ka ndorë në kekim na. Normal që do të mi marrë sen pozitiv, ka një arsye pse ka ndodhë këto abortet, edhe pse është shumë letë me folë, sa me më kanë për shemë dikush në likur temën, se unë e di që kom përjetu, ama menoj që jeni më shumica, që janë njëjtën periudhë se one, edhe nuk pa mi hup shpresat. Në rrëfimin ton të shkurt që ke bo me ndjekësit në rrjetet sociale, ke përmend një periudhë 2 vjeçare, 6 tentativa pa sukses. O, kanë shumë interesant, faktikisht parën herë, kur ka ndodhur kanë në Portofino, edhe mu më tek e flamurit dhe ke, hej, haj po në një teste për hajgore se mas jene në Itali. Okej, edhe ku po testin, po më do si nuk ka shanse edhe ditë për para me bo testin edhe me dalë pozitiv, shanse teorike nuk ka. Mirë po duhet pozitiv edhe pika të flamurit testi po duket pozitiv, tash nuk e di a e ka kallëzu vërtetin atë sakt. Po shkun do deta, mas 15 dita e kom bo apet një test, apet duhet pozitiv. Mas 2 dita, mas testin e dytë, u shkput, dhe me thonë, ka ndodhë që nuk u desh më ndodhë. Po, thësha jo besin ashta testi u kanë ka e kallëzu rezultatin në falc, se ku marrë serios, normal që ku pas dhejmë të shumë të mëdha dhe nuk e ku marrë fort serios. Po tana në dytën ka ndodhë në aksidentin tam që ku pas një aksident. Çfarë aksidenti? Një kamion më ka hi.
o kon vitin e kalum në Ramazan. Ato nuk e kom di që jam shtatzon. Edhe kom pas shumë qartedhje për të arsye pa të qu flamurin në spital. Ato më kanë kallëzu që jam kon shtatzon. Ama jam kon shumë herë në javën e 5. Edhe që ato dhimt që i kom pas në Portofino më kanë rikëthy, dhe me thonë, e disha që okej, ko këshna konë për një me po. Mas aksidentit ka ndodh edhe 3 herë, njëjtën, dhe me thonë 3 herë. Po nuk ka puna që unë nuk kom tisht me shku te mjeku, po që me thonë në mjeku në këtë rast sensin, po nësë është abort i hershëm. Nuk është në javën e 8-9 që do të, se trupi jonë, nëse është që nuk është shtanzani e shëndetshme, automatikisht e aborton edhe thot dej qëto dhe ma ne nuk shkon. Edhe 6-ën e kom pas muajin e kalum. Dhe më thonë 6 aborte me na 2 vite. Megjithatë, pavarësisht dhimbjes që sjellin këto sprova, shpresat e ajo nuk është shuar. Jo, normal, se unë thom që na hizmetin mujna mja bo, na mujna mu kontrolu, minejt gati vetës, amo prap me Zotin nuk mujna mu shty, unë besoj shumë në Zot, edhe si të ka shkruaj, normal që to 2 vite që ka ndodh, është u konë edhe pak presioni, se pi bëj 28 vjetë, edhe normal të na është edhe si të martohet njëre, jo me në rend, qysh i kem na traditat, po s'po bëj kemi ngu këtë sana, edhe me stresa vetën se funit, si që thash me Zotin s'ujna më shty, edhe me desht, aja e di ma mirë. Për atë arsye kom lënë atina ndorë, kur te ka shkru, e ka shkru, kur nuk e ka shkru, të me thonë nuk isha e gatshme. Nuk jam e gatshme nashta. Nuk, adin më në përfoli që nashta për një me osha shu e shkrune. Dura më pajtu. Ma mirë është më pajtu tash, se ma vonë, po normal që andër e kem të dëtë, se hall po bomi, miq po bomi, daj po bomi, po kur t'i vjen koha më bë prind. Një vit mjaft i rënd dhe i mbushur me lot tashmë është prava krave për t'i lënë vendin forcës për të ecur përpara. Qatë një vjet në fillim ja nisa mos me postu shumë, edhe mu shkëpu të pi njerëzve të me t'ofër. Kum pas për shumë herë mesazhe që më kanë nënë për WhatsApp, gati kërkune se kum qirë për pas nënës temë edhe blavit temë babës edhe normal flamurit. Edhe nuk kisha nerva me kërka më mirë, veç me vetën, me punë edhe të shpijan. Dhe me thonë, jam munu sa ma larg për njerëzve, as me dalë jo, besa janë nisa edhe mos mi bo edhe pasha din 100% që shepsha rëndësi punë të shpis, se s'kisha nerva ma. Edhe në fillim, flamuri nuk e ka vrejt në qatë moment. Po kur e po që hej, po shkru menagjeri, Armon çka u bo me ty, po shkru njerëzit afër, çka u bo me ty, çka ki, se nuk e dishin edhe antarët e familjes se çka po ndodh bashkë saksisht, se gjyshen e kam pak njëri që është shumë emocionume, edhe gjitha kisha tutën adin mos ta kupton, shkaku se ajo e merr shumë ma afër sa one në këtë pikë. Po kur e pash që njerëzit po bëhen shumë marak për mu, sidomos antarët e familjes, e kuptohet që hej, Armond, çka po ndodh me ty, se në fillim nuk mund është me vrejt. Edhe normal që mbështetje më të madhe se thash u kon flamure, po edhe nona jam. Se ma bëj kjo, Armond.
je re. Këto sene ndodhe, nuk ja se para se fundit. Tash po e di, tash amo vjetë po shkojnë. Se gjithmonë na e kina, kuku i bona 28, kuku jo i kom 30, jo 35, gjithmonë na se të më thonë këta, se po folin në kohën e gjyshës tem, të janë mundu sa ma herët, mi kry senet, mi kry gjonat, edhe kisha gjithmonë tutën që gjyshja em nuk e përjeton. Se tek gjyshja em e ka bo një farmushe, edhe gjithmonë qaja mu ma jep këtë tutën mas shumëte. Po shëqyrë Zotit me shëndet është mirë, po nuk i dijet, edhe andra jem o gjithmonë që bilëm në të gëzohet, në të thotë, okej, din që ata ta përjetoj gjithmonë ma përmem, thotë, s'po du me shku veç një, se di që je rahat, po veç një që ki një vlad, bile të shkoj shlirë, e qajo mu më vret shumë. Edhe qajo me nëse rrinë gjithmonë me qëta, normal që adin të këput, edhe po tash të thom, okej, nashta nuk kompletso që ajo dëshirë, po dona hatër sajna me akceptu. Po jetës nuk i dihet. Kuj, edhe s'deshte me kujt. Jetës nuk i dihet. Jo. Edhe ti jeni qik luftarake, edhe ti jeni qik e zoja, edhe ti jeni qik me një zemër shumë të mirë mbi gjitha, edhe e kje dhe partnerin e tillë, Flamuri është i tillë, edhe unë jam i bindur që edhe ky synim me dëshirën e Zotit Madhërisëm ka me u realizu. Kjo është një nga të rallat herë që ato e shohin pa Flamurin. Jo, nuk bëhet fjalë për ndarje, por thjesht për lokacione të ndryshme. Ndërkohë, ajo pranon se partnerin do ta shohë më rrallë në rrjetet e saj sociale edhe në vazhdim. Jo, në raportet e kena shumë ma mirë, sa jena konë dytë prezent, po na e kena vrej që neve po na pengon që ajo, mu konë dytë. Edhe normal që Flamuri nuk është 100% i largun për jetës sociale, shihet kajherë, amo po kena qef në lidhjen tu me mojtë ma shumë privat, edhe pse nuk shihet në për kamerë, është për mas kamerës, dhe me thonë, këta e kam kamerman, fotograf, vullnetar që më thot qysh me nej, se unë ka njerë kam qef atim më nejtë ma seriosë, ma bon keshbe pak, ktheo pak aknina, ama mirë. Normal që ma shumë unë e bëja ta nërvës se kjo mu. Se ama mirë, dhe që ta është mirë. Inshallah në shkon gjithmonë mirë, na jemi që 14 vite bashkë. Dhe me thonë, renin e kena kalu, tash po munojmë me kalu dhe atë tjetër në pjesë. Halo në rini më rjeni për dejtë Po, Allah. reni jena, ama po dhe më folë që kur ta bojmë men me 14 vjetë, tash 28, po shkon shumë shpejt koha, edhe kush e ka bo men, se na për hajgare, adin nuk u konë puna që na jemi lidhë serioze. Me me 14 vjetë edhe me 28 vjetë, është një mosh që lunë shumë dallimi, ama mirë. Ajo që mbetet e pandryshuar është një armond që nuk i ndahet punës. Për te i pamjes që ofron Instagrami, ajo nis ditën në 4:30 mëngjesit dhe i dedikohet punës plot 14 orë. Unë ja nisi pi 5-ve, sabah, deri 7 mbrëmje. Normal që kam pauzë, nuk është që s'kam pauzë, e kam 2 orë pauzë, po e kam ararin ashtu, edhe punë e hapjes është që jam lëvizje, ton kohën punë, ashtu edhe të shtëpia, në me thonë jam një tip që s'nala heq. Edhe kur nuk pështoj nër 60.000 hapa. O shumë, une
nuk e kum besu se shefica jame më keni farsa hati i theke unë i kum bën ca pa 35.000 hapa, se që s'ka shans me po 35.000 hapa. Edhe pa ta vënu një farsa hati, edhe kur e pashë 65.000, deri në 60.000 hapan, ditë është s'ko ka puna mirë, unë e munona, mos me hecë edhe shumë të puna, po s'po moj, se nuk është që s'du, ama s'po moj se tonë kohë në divizje, edhe e kum pa që unë e 3 sene s'u një bëjnë. Dhe më thonë, e veqa që nëse du mi dhonë rikëthim total në rrjetet sociale, do na me lanë diçka. Edhe normal që unë e bëj një farë rrezikime, që me lanë punën edhe më rikëthy në 100% rrjetet sociale, për atë arsye e kom lanë punën, dhe me thonë, për një qëshorit shpresoj që më mja dalë me dalë 100% me rikëthyën, po besoj që bëhet mirë. Do të me menu që një arsye për shka jam ka e bëj. Edhe po kam qef ma shumë, me prezentu ma shumë si puna kuzhinës, me hec venet, sidomos unë në Itali në preferoj shumë. Ma shumë jam në Itali se për moment në Kosovë, edhe kam qef më kam ma free. Që edhe kur të kam ftesa, se ishke edhe puna, ku pas shumë bashkëpunime jashta Zvicrës, që nuk ku mujtë më kam prezent për shkaku se për një kohë shumë të shkurt edhe nuk kisha mundësi me lanë punën. Edhe ku më thonë, okej, nëse po do me po qëta, kjo është andër e jotja, mu kanë e vetvetja për atë arsye. Më thonë, okej, me la punën, për rrezikoj diçka, ama bëj diçka që unë e kom vullnet 100%. E tashmë, një kapitull i ri ka nisur. Pas kësaj pauze të nevojshme, rrjetet sociale do të kthehen sërish në angazhimin e saj primar. Nuk është e rëndësia e lekut, por rëndësia është kohën ku e investon. Se në gjithmonë do të me menu që si sot për nesër. Edhe pse me një nuk është mirë, ama për me pa diçka ma pozitiv, po do fke njeri me jetu qashtu. Edhe për të arsye e kom bo që me pos lëri për veti, mu konë shef e vetvetës, edhe pse nuk jam 100% shef vetvetës, e kam një menaxhim që më menagjon. Ajo është i Gjermanisë, po shka përket puna Kosovës e kam unë e përgjithsi. Mirë po jemi shumë të lidhët, edhe kemi një përgjuhë për bashkë, edhe e dim njëri tjetrin se çka po dojna me bu. Edhe për çet arsye u desht me shkpu diçka për me nis diçka të re. Edhe besoj që bëhet mirë, nëse s'bëhet, s'kem qa me bu. Nëse s'bohesh në vjesh gati për Big Brother. U po mos tani. A i kështë shqyrtu si opcion? Se di. A di që është puna, nuk është që e refuzoj, po kur e bëjmë men vetën, nuk e di jam i mja dalë. A di se, pa këran, 24/7, a di, ama nuk i di e tjetës. Heshtja e muajve të fundit ishte thjesht një hap mbrapa për të marrë vrull. Armonda është rikthyer, më e pjekur dhe e padyshim më e fortë, gati për të rinisur aty ku e la.